Çka është kjo frikë e madhe, kjo ankth, kjo për ardhmërin, frikë për varfërin, frikë nga armiqt. Edhe pse ndoshta ka dikush edhe që s'ka armiq. Apo ka? Gjithë janë miq gjithë janë armiq, përveç se të devotshmit janë miq. Ashtu na ka mësuar Allahu në Kur'an. Është më e rrezikshme me qëndruar me dikant si mik dhe me menduar si armik. Ne kemi shumë njerëz të cilët qëndrojnë bashk. Janë shumë të afërt në raporte fizike, por shpirtërore dhe psiqike janë armiq. Prandaj formula njeriu me dasht, njeriu me respektu është devotshmëria, drejtësia dhe ndjeshmëria. Vazhdimisht kam përmend këtë element shumë të rëndësishëm. Prandaj në këtë depresion të madh, në këtë kaos, frika nga ardhmëria, pyeti njerëzit sot, a ka njeri që nuk ka frikë nga ardhmëria? Shumica e njerëzve thonë çka do të ndodhë me ardhmëria. Çka do bëhet? Dikush mendon mas 1 vjetëve çka do të ndodhë, dikush mas 2 viteve, dikush mas 3 viteve, dikush mas 4 viteve. Po kush të garanton se nesër do të shkon mëngjesi ti? Kush garanton se pas 1 jave do të jesh gjallë? Ardhmëria vërtet është ardhmëria e përhershme. Prandaj parimi ose sot njerëzit për shembull kanë frikë nga ardhmëria. Dikush ka frikë nga kriza botërore, nga ekonomia dhe kriza botërore globale, sidomos që është e çoroditur. Sot njerëzit kanë frikë nga lufta. Sot ka dikush nga hasmi, ka edhe njerëz hasëm. Dikush ka frikë ndaj tërmeteve, vërshimeve dhe ashtu me radhë. Edhe këto janë natyrshme në këtë botë. Mirë po shumë e rëndësishme. Kemi frikë nga ardhmëria, kemi frikë nga risku, kemi frikë nga kjo, mas pakti kemi frikë nga Zoti. Nëse don që Allah t'i largon gjithë këto kriza dhe këto friga, më ta largu këtë ankth, këtë depresion. E vetmja rrugë është, çka do të thotë besimi në Allahun dhe kryerja e obligimeve karshim madhnisë Allahut. Nuk mundet të largohet depresioni, ilaçi më i mirë i depresionit në shpirtin e njeriut është mendimi i mirë për Allahun. S'mundesh me pas mendim të mirë derisa nuk beson Allahun. Besimi në njëshmërinë e Allahut. Kur flasim besim, nuk flas në aspektin sipërfaqësor, po them me ndje se Allahu të përcjell. Ti je në kontrollin e Zotit, si hik pi kontrollit të Zotit. Ne s'besojmë kader të Zotit. Ne flasim që besojmë realisht, me besu në kader të Zotit, ti nuk ke nevojë mu brengos pas 2 viteve çka do të ndodhë, se kjo është e përcaktuar. Ama kjo nuk do të thotë që duhet të rish në kokër shpinës, mos studiosh, mos punosh, ja. Allahut ka krijuar në dynja të veprosh. Thot Allah në Kur'an ve kul i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Edhe punoni se shef Allahu, profeti dhe besimtar të veprën tuaj. Imani jo nuk është vetëm bindje, është vepër, nuk ka iman pa vepër. Sot njerëzit flasin mirë apo keq? Iman është mi fol njerëzve të mirë. Iman është me fol vetëm se fjalë të mirë. Njeriu të më të keq, profeti Musa a.s. Firaunit i ka fol në gjuhën më të mirë. Allah ja ka tërheq vërejtin mi fol mirë, mi fol but. Sot ne vllau ti folim keq. Prandaj, nga imani në njëshmërinë e Allahut, në nështrimi i zemrës, fjalët e buta dhe të mira dhe veprat e mira janë 3 komponentet që e shërbejnë edhe e largojnë depresionin dhe këtë ankth të cilën është shoqëria. Nuk ka mundësi, nuk ka fuqi ekonomike që mund më ta hek brengën, më të shtime flet mirë. Ka shumë njerëz të pastër që në flenë rahat, shumë njerëz që kanë pushtet që në flenë rahat, janë në depresion, janë në ankth për shkak mungesës besimit në Allah, sa është mbështet në fuqinë e tij, është mbështet në pasurinë e tij, është mbështet në forcën e tij. Prandaj sta largon ankthin, depresionin, poshtë se ai i cilit ka krijuar zemrën dhe shpirtin tan. La khaufun alehim wala hum yahzanun. Në atë ditë, po edhe në këtë botë, Allahu ta hek mërzien. Wala tahinu wala tahzanu. Ju mos u mërzitni, as mos u dëshpëroni, ju jeni mbi gjithë të tjerët me një kusht, in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Shumë ngushëlluese kjo. Sa jemi na besimtar. Mungesa e besimit dhe veprimit në këto 3 komponente e bën njeriu që të ketë depresion. Pastaj bamirësia ndaj të tjerëve. Imani ti dhe unë, a ishmi musliman nëse profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i kishte thirrë Abu Bekrin, Omerin, Uthmanin dhe zinxhir gjenerat pas gjenerate deri sot. Ato kanë boda vet, i kanë thirrë njerëzit me fjalë. Veprat e tyre kanë qenë veprimtaria më e madhe. Shembulli
i pejgamberit alayhis salam kur është pyet Aisha ka thënë Kurani gjallë i cili ecën në tokë. Po çfarë muslimani kriminal vrasës? Çfarë muslimani shet drogë? Çfarë muslimani kamataxhi? Çfarë muslimani? Prandaj ne kemi nevojë për islamin praktik, jo për islamin teorik. Nuk ta largon islamit, valla islamit tradicional i xhimas i bajramit nuk ka kësi punë. Islami është i çdo momenti, të respektoj i çdo momentit. Nuk ke nevojë ti dhe unë ty më të respektu për një moment. Ne kemi nevojë për çdo moment mu respektu mes nesh. Ne kemi nevojë çdo herë, çdo të keqe që e shohim ta largojmë. Nëse i përngjan dikush djallit, mi thon, ke frikë Allahun kthejo. Nëse i përngjan dikush hyjvanit, kthejo. Të bëhemi njeri. S'mundesh me qenë njeri derisa nuk i ka këto komponente. Prandaj, hoxh, po unë dua Allahin, e besoj Allahin, foli fjalë të mira dhe ka që jo, nuk mjafton. Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Allahu ka garantuar kush prej besimtarëve dhe besimtarëve ban vepra të mira, do t'i sigurojmë, ka thënë Allahu, garanton, do të jep hayatun tayyiba. Do t'ja ngjallim jetën, do t'japim jetë shumë të mirë. Nuk ka thonë kush në jap në parë ka me pas jetë të mirë. Kush ka me pas? Jo. Kush ban vepra të mira. Prandaj, veprat e mira janë komponenti kryesor i devotshmërisë. Masbindjes, komponenti materiali, vlera është bamirësia ndaj të tjerëve. Prandaj ne sot jemi vargu i zinxhirit të bamirësisë pite pejgamberi Ebu Bekri, gjenerata e tretë tabiin, etba tabiin deri sot, nga gjyshallart, hoxhallart, profesorët e tonë deri sot. Ti, a je vargu i mirësisë dhe i bamirësisë apo je vargu i pislëkut dhe i të keqes? Cilët janë veçoritë tua? Ne shpesh herë themi, si e ke emrin ti? E kam kështu ose ashtu. Jo, jam të pyet, si e ke emrin tek Zoti? A je i sinqert, a je i sinqert? Je bamirës, je keqbarës. Je i ditur, je i paditur. Je zullumçar, apo je i drejt? Je i suksesshëm apo i pasuksesshëm? Neve nuk na duan vetëm të mirë sot. Neve na duan njerëz të mirë, por na duan edhe njerëz të mençur të mirë. Mundesh me qenë i mirë i vetvetes, po jo i shoqërisë. Ne kemi nevojë për shumë struktura. Shpesh herë kur flasim në gjuhën e fjalës së Zotit me Kur'an dhe me Sunet, që këto xhallar vetëm për fe flasin. Jo vallahi. Ne kemi nevojë për mjek musliman, ne kemi nevojë për inxhinier musliman, ne kemi nevojë për gazetar musliman që e thojnë të vërtetën, se sot muezinat e dynjas të xhenemit janë gazetarë të cilët i devijojnë bisedat e tyre. I japin kahën këndën e tyre për 5 grosh, e shet idealin, e shet popullin, e shet. Sa njerëz kemi pas na që kanë shit fenë e tyre, kanë shit idealin e tyre, kauzën e tyre për çka? Për shkak shërbimeve që e kanë bërë presionin në forma të ndryshme. Edhe vazhdimisht historia i nxjerr këtë zullum. Nuk ka mundësi me bë zullum dhe mos më dalë në shesh nga kjo botë. Ne nuk jemi të krijuar për zullum, ne jemi të krijuar vetëm për vepra të mira. Dhe elementi i tretë e përmenëm besimi, veprat e mira dhe angazhimi atë që e përmenëm disa herë, angazhimi me dituri që ban dobi. Kjo nuk kupton që muslimani do të me lexu gjithë ditën vetëm Kur'an, jo, Kur'an e lexojmë në kohën e duhur, në mundësitë që e ke, por nëse je mjek, specializohu bënë kardiolog i veçantë, bënë neurolog i veçantë. Pse unë duhet të shkoj te dikush i cili nuk e njeh Zotin edhe ti nënshtrohem atij? A është i njëjtë ai që të merr në dorë dhe që thot bismillah dhe ai që nuk thot bismillah? Nuk është e njëjtë. Prandaj ne kemi nevojë për mjek shumë musliman, ne kemi nevojë për inxhinier musliman, ne kemi nevojë për njerëz që njohin kimien, që njohin fizikën. Po hoç filani është profesor i anglishtës. Anglishtën e mëson nëpërmjet rrjeteve sociale dhe filmave. Është mirë të më njofsh sa më shumë gjuhë. Po jo, unë jam ato fol për shkencat të cilat i bëjnë dobi shoqërisë. Ma fell me inxhinieri. Prandaj kit depresion buron nga mosbesimi, mosveprimi i mirë dhe mos dia në shoqërinë tonë.